Data 12 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 17. Nuk do t'i fliosh Zotit Perëndis tënd ka, dele ose dhishi ka ndonjë tmet ose gjymtim, sepse kjo do të ishte një gjë e neveritshme për Zotin Perëndin tënd. Në rast se gjendet midis teje, në një nga qytetet që Zoti Perëndia yt po të jep, një burr apo një grua që bën atë që është e keqe për sytë e Zotit Perëndis tënd, duke shkelur beslidhjen e tij, dhe që shkon të shërbej perëndive të tjera dhe bie përmbys para tyre, para diellit, hënës apo tërë ushtrisë qiellore, gjë që unë nuk të kam urdhëruar, dhe që të është referuar dhe që ke dëgjuar të flitet për të, atëherë hetoje me kujdes. Dhe nëse është e vërtetë dhe e sigurt se ky akt i neveritshëm është kryer në Izrael, do ta çosh në portat e qytetit tënd atë burr ose grua që ka kryer këtë veprim të keq, dhe do ta vrasësh me gur atë burr ose atë grua, dhe kështu ata do të vdesin. Ai që duhet të vdes do të dënohet me vdekje me deponimin e 2 apo 3 dëshmitarëve, por nuk do të dënohet me vdekje askush me deponimin e një dëshmitari të vetëm. Dora e dëshmitarëve do të jetë e para që do të ngrihet kundër tij për t'i shkaktuar vdekjen. Pastaj do të ngrihet dora e të gjithë popullit. Kështu do të çrronjosësh të keqen nga gjiri yt. Në rast se të paraqitet një rast shumë i vështirë për të gjykuar midis vrasësve, midis një padije e tjetrës, midis një plagosje e tjetrës, grindje brenda portave të shtëpisë sate, atëherë do të çohesh dhe do të shkosh në vendin që ka zgjedhur Zoti Perëndia yt, dhe do të takohesh me priftërinë levitik dhe me gjykatësit në funksion në atë kohë dhe do të këshillohesh me ta. Atëherë ata do të shpallin vendimin e gjyqit. Dhe ti do t'i përmbash vendimi që ata të kanë treguar në vendin ku Zoti ka zgjedhur dhe do të kujdesesh të bësh të gjitha ato që të kanë mësuar. Do t'i përmbash ligji që të kanë mësuar dhe vendimi që të kanë shpallur. Nuk do të shmangesh nga vendimi që të kanë treguar as djathtas, as majtas. Por njeriu që do të veprojë me mendje madhësi dhe nuk do ta dëgjoj priftin që ndodhet aty për t'i shërbyer Zotit Perëndis tënd ose gjykatësit, ky njeri ka për të vdekur. Kështu do të shkulesh të keqen nga Izraeli. Tër populli do të mësoj kësaj atë që ndodhi. Do të ketë frikë dhe nuk do të veprojë me mendje madhësi. Kur do të hysh në vendin që Zoti Perëndia yt po të jep dhe do ta shtihesh në dorë dhe do të banosh atje, në rast se do të thuash, dua të caktoj mbi mua një mbret ashtu si tërë kombët që më rrethojnë, do të caktosh mbi ty mbretin që Zoti Perëndia yt ka për të zgjedhur. Do të caktosh mbi ty një mbret të zgjedhur midis vëllezërve të tu. Nuk mund të caktosh mbi ty një të huaj që të mos jetë vëllai yt. Por ai nuk duhet të ketë një numër të madh kuajsh, as të kthej popullin në Egjipt për të shtënë në dorë një numër të madh kuajsh, sepse Zoti ju ka thënë, nuk do të ktheheni më në atë rrugë. Nuk duhet të ketë një numër të madh grash me qëllim që zemra e tij të mos shthuret, dhe nuk duhet të grumullojë për vete një sasi të madhe argjendi dhe ari. Përveç kësaj, kur të ulet mbi fronin e mbretërisë së tij, do të shkruaj për veten e tij në një libër një kopje të këtij ligji, sipas kopjes së priftërinjve levitik. Do ta mbaj pranë vetes këtë libër dhe do ta lexoj çdo ditë të jetës së tij, që të mësoj të ketë frikë nga Zoti, Perëndia i tij, dhe të zbatoj të gjitha fjalët e këtij ligji dhe të këtyre statuteve, me qëllim që zemra e tij të mos ngrihet mbi vëllezërit e tij dhe të mos shmanget nga ky urdhërim as djathtas as majtas, dhe të zgjas kështu ditët e mbretërimit të tij, ai vetë dhe bijtë e tij në mes të Izraelit. Psalmi 104. Beko shpirti im Zotin. O Zot, Perëndia im, ti je jashtëzakonisht i madh. Je veshur me shkëlqim dhe madhështi. Ai të mbështjell me dritë, si të ishte një mantel dhe i shtrin qejt si një çadër. Ai ndërton mbi ujërat dhomat e tij të larta, i bën re si qerrën e tij dhe ecën mbi krahët e erës. I bën errat lajmëtar të tij dhe flakët e zjarrit shërbëtor të tij. Ai e ka krijuar tokën mbi themelet e saj. Kjo nuk do të luajë kurrë për jetë. Ti e kishe mbuluar me humner si me një rrob. Ujërat ishin ndaluar mbi malet. Në qortimin tënd ata ikën. Në zërin e gjymimit tënd u larguan me nxitim. Dolen malet dhe luginat u ulën në vendin që ti kishe caktuar për to. Ti u vure ujrave një kufi që nuk duhet ta kapërcenin. Ata nuk do të kthehen më të mbulojnë tokën. Ai bën që të dalin burime në luginat, ato rrjedhin midis maleve, dhe u japin për të pirë tërë kafshëve të fushës, gomarët e egër shuajnë etjen e tyre. Pranë tyre banojnë shpendët e qiellit, midis gjelbërimeve lartojnë këngën e tyre. Nga dhomat e sipërme të tij ai jep ujë maleve. Toka ngopet me frytin e veprave të tua. Ai bën të rritet bari për bagtin dhe bimësia në shërbim të njeriut, duke nxjerrë nga toka ushqimin e tij. Dhe verën që gëzon zemrën e njeriut, vajin që bën të shkëlqejë fytyra e tij dhe bukën që jep forcë zemrës së njeriut.
Kështu ngopen drurët e Zotit dhe kedrat e Libanit që ai ka mbjell. Aty bëjnë folen e tyre zogj, ndërsa lejleku bën banesën e tij nëpër selvit. Malet e larta janë për dhite egra, shkëmbind janë streha e lepujve. Ai ka bërë hënën për sinët, dielli e di orën e perëndimit të tij. Ti dërgon terrin dhe bëhet natë, gjatë asaj shkojnë rreth e qark gjithë kafshët e pyllit. Luanet e vegjël vrumbullojnë duke kërkuar gjahun dhe i kërkojnë perëndisë ushqimin e tyre. Por kur lind dielli, ata tërhiqen dhe rrinë në strofat e tyre. Atëherë njeriu del për të punuar dhe punon deri në mbrëmje. Sa të shumta janë veprat e tua, o Zot. Ti i ke bërë të gjitha me dituri. Toka është plot me pasuritë e tua. Ja deti, i madh dhe i gjerë, ku gëlojnë krijesa të panumërta. E përshkojnë anijet dhe leviathani që ti ke formuar për të luajtur në të. Të gjithë presin që ti t'u japësh ushqimin në kohën e duhur. Ti u jep atyre dhe ata e mbledhin. Ti hap dorën dhe ngopen me të mira. Ti fshef fytyrën tënde dhe ata e humbasin fare. Ti heq frymën dhe ata vdesin, duke u kthyer përsëri në pluhurin e tyre. Ti dërgon frymën tënde dhe ata krijohen. Kështu ti ripërtërin faqen e dheut. Lavdia e Zotit të rroj për jetë. Let gëzohet Zoti me veprat e tij. Ai shikon tokën dhe kjo dritet. Ai prek malet dhe ato nxjerrin tym. Unë do t'i këndoj Zotit derisa të kem jetë. Do t'i këndoj lavdë Perëndisë tim derisa të jem. Le të jetë mendimi im i pëlqyer prej tij. Unë do të ngazëllohem tek Zoti. Le të zhduken mëkatarët nga toka dhe të pabesët mos qofshin më. Shpirti im bekoje Zotin. Haleluja. Isaia, kapitulli 44. Tani dëgjoj Jakob, shërbëtori im, o Izrael që unë kam zgjedhur. Kështu thot Zoti që të ka bërë dhe të ka formuar që në barkun e nënës, ai që të ndihmon. Mos ki frikë o Jakob, shërbëtori im, o Jeshurun që unë kam zgjedhur, sepse unë do të derdh ujë mbi atë që ka etje dhe rëke mbi tokën e thatë. Do të derdh frymën time mbi pasardhësit e tu dhe bekimin tim mbi trashëgimtarët e tu. Ata do të rriten në mes të barit si shelgje gjatë rrjedhave ujore. Njëri do të thotë, unë jam i Zotit, tjetri do të quhet me emrin e Jakobit, dhe një tjetër do të shkruajë mbi dorën e tij i Zotit, dhe do ta ketë për nder të mbajë emrin e Izraelit. Kështu thot Zoti, mbreti i Izraelit dhe shpengimtari i tij, Zoti i ushtrive. Unë jam i pari dhe jam i fundit, dhe përveç meje nuk ka perëndi. Kush është si unë? Le të shpall për atë, të deklaroj dhe të jap prova para meje që kur kam vendosur këtë popull të lashtë. Le të njoftojnë gjërat që do të ndodhin dhe ngjarjet që do të kryhen. Mos u trembni, mos kini frikë. A nuk të kam shpallur vallë dhe nuk ta kam deklaruar prej kohe? Ju jeni dëshmitar të mi. A ka vallë një perëndi përveç meje? Nuk ka shkëm tjetër, nuk njoh tjetër të tillë. Ata që prodhojnë shëmbëltyra të gdhendura janë krejt kotësi. Gjërat e tyre më të çmuara nuk hyn fare në punë. Dëshmitarët e tyre nuk shohin dhe as nuk kuptojnë gjë, prandaj do të mbulohen me turp. Kush prodhon një zot apo shkrin një shëmbëltyrë të gdhendur pa patur fare dobi. Ja të gjithë shokët e këtij personi do të shushaten. Vetë artizanët nuk janë vetë njerëz. Le të mblidhen të gjithë dhe le të paraqiten. Do të tremben dhe do të turpërohen njëkohësisht. Kovaçi me dar punon hekurin mbi prush. I jep forme që keq dhe përpunon me krahun e tij të fuqishëm. Vua nga uria dhe forca e tij paksohet, nuk pi ujë dhe lodhet. Zdrugthari shtrin vizoren, vizaton idhullin me laps, e punon me sqepar, e mat me kompas dhe e bën një fytyrë njerëzore, një formë të bukur njeriu në mënyrë që të mbetet në një shtëpi. Ai pret për vete disa kedra, merr një selvi apo një lis që i le të rriten të fuqishëm midis drurave të pyllit. Ai mbjell një frashër që shiu e bën të rritet. Ky i shërben njeriu për të djegur. Ai merr një pjesë të tij për të ngrohur dhe ndes zjarrin për të pjekur bukën. Bën gjithashtu një perëndi dhe e adhuron. Bën një shëmbëllyrë të gdhendur para se cilës bie përmbys. Djeg gjysmën e tij në zjarr, me gjysmën tjetër përgatit mishin, pjek mishin dhe ngopet. Ngrohet gjithashtu dhe thot, po ngrohem, po kënaqem me zjarrin. Me ata që mbetet prej tij, sajon një perëndi, shëmbëlltyrën e saj të gdhendur, bie përmbys përpara saj, e adhuron, e lut dhe i thot, shpëtohem sepse ti je perëndia im. Nuk dinë dhe nuk kuptojnë asgjë, sepse i kanë zënë sytë e tyre që të mos shohin dhe zemrat e tyre që të mos kuptojnë. Askush nuk vjen në vete dhe as ka dituri dhe mend për të thënë, dogja një pjesë në zjarr, po, mbi prushin e tij poqa bukën, poqa mishin dhe hëngra, me ata që mbetet do të bëj një gjë të neveritshme dhe do të bie përmbys
përpara një cope druri? Një person i tillë ushqehet me hi. Zemra e tij e mashtruar e çon në rrugë të keqe. Ai nuk mund të çlirojë shpirtin e tij dhe thotë, a nuk është vallë një gënjeshtër ajo që mbaj në dorën time të djathtë? Mbaj mend këto gjëra o Jakob, o Izrael, sepse ti je shërbëtori im, unë të kam formuar, ti je shërbëtori im o Izrael, nuk do të harroj. I fshiva shkeljet e tua si një re e dendur dhe mëkatet e tua si një mjegullin. Kthehu tek unë sepse unë të kam shpenguar. Ngazëlloni o qej sepse Zoti ka vepruar, gëzoni o thellësitë të tokës, shpërtheni në brit magazimi o male, o pyje, me gjithë drurët tuaj, sepse Zoti ka shpenguar Jakobin dhe ka shfaqur lavdinë e tij në Izrael. Kështu thot Zoti, shpengimtari yt, ai që të ka formuar që në barkë të nënës, unë jam Zoti që kam bërë tërë gjërat, që i vetëm kam shpalosur qejt dhe kam shtrirë tokën. Kush ishte me mua? Unë i bëj të kota parashikime dhe gënjeshtarëve dhe i bëj shortarët pa mend. Unë bëj që të sprapse njerëzit e urt dhe kthej dijen e tyre në marrëzi. Vërtetoj fjalën e shërbëtorit tim dhe jap sukses këshillës së elementarëve të mi. Unë i them Jeruzalemit, do të kesh banor dhe qyteteve të Judës do t'ju rindërtojnë dhe unë do të rindërtoj gërmadhat e tyre. Unë i them Humnerës, fahu dhe unë do të thaj lumejt e tu. Them për Kirin, ai është bariu im dhe do të çojë në vend tërë dëshirat e mia, duke i thënë Jeruzalemit, do të rindërtohesh dhe tempullit do të jesh i qëndrueshëm. Zbulesa, kapitulli 14. Dhe pash, dhe ja qëngji që qëndronte mbi malin e Sionit, dhe me të 144.000 njerëz që kishin emrin e Atit të Tij të shkruar mbi ballin e tyre. Dhe dëgjova një zë prej qiellit si zë shumë ujrash dhe si një zë bubullime të madhe, dhe dëgjova zë qestesh të atyre që u bien qesteve të tyre. Dhe këndon një këngë të re përpara Afronit dhe përpara 4 qenieve të gjalla dhe pleqve. Dhe asnjë nuk mund ta mësonte këngën përveç të 144.000 që ishin bler nga dheu. Këta janë ata që nuk janë ndotur me gra, sepse janë të virgjër. Këta janë ata që e ndjekin qingjin kudo që të shkojë. Këta u blen jashtë nga njerëzit, që të jenë fryti i parë për Perëndin dhe qengjin. Dhe në gojën e tyre nuk u gjet mashtrim, sepse janë të patëmet përpara Afronit të Perëndisë. Dhe pash një ëngjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t'ua predikoi banorëve të dheut dhe çdo kombi dhe fisi dhe gjuhe dhe populli dhe thoshte me zë të madh: Kini frikë Perëndin dhe jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi. Adhuroni atë që bëri qiellin dhe dheun dhe detin dhe burimet e ujrave. Dhe një tjetër ëngjël i ndoqi duke thënë: Ra, ra Babilonia, qyteti i madh, sepse u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve nga vera e zemërimit të kurvërimit të saj. Dhe një ëngjël i tretë i ndoqi duke thënë me zë të madh: Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e tij ose mbi dorën e tij, do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të tij, dhe do të mundohet me zjarre squfur përpara ëngjëve të shenjtë dhe përpara qengjit. Dhe tymi mundimit të tyre ngjitet në jetë të jetëve dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj. Këtu është durimi i shenjtorëve. Këtu janë ata që mbajnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit. Dhe dëgjova një zë prej qiellit që më thoshte: Shkruaj, lumë të vdekurit që këta jetutje vdesin në Zotin, po, thot fryma, që të prehen nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre t'i ndjekin. Dhe pash, dhe ja një re e bardhë, dhe mbi re po rrinte i ulur një i ngjashëm, një bir njeriu, i cili kishte mbi krye një kuror të artë dhe në dorë një drapër të mprehtë. Dhe një ëngjël tjetër doli nga tempulli duke i bërtitur me zë të madh atij që ulej mbi re: Dërgo draprin tënd dhe korr, sepse ora e të korrit të ka ardhur dhe të korrat e tua u than. Dhe ai që ulej mbi re e hodhi draprin e tij mbi dhe dheu korr. Dhe një ëngjël tjetër doli prej tempullit që është në qiell, duke pasur edhe ai një drapër të mprehtë. Dhe një ëngjël tjetër që kishte pushtet mbi zjarrin doli prej altarit dhe i thirrni me të bërtitur të madhe atij që kishte draprin e mprehtë duke thënë: Dërgo draprin tënd të mprehtë dhe vil bistakët e hardhisë së dheut, sepse rrushi i saj është pjekur. Dhe ëngjëlli e hodhi draprin e tij në dhe voli hardhinë e dheut dhe hodhi rrushin në vozën e madhe të zemërimit të Perëndisë. Dhe voza u shtyp jashtë qytetit dhe nga voza doli gjak deri te frerët e kuajve për 1.600 stade.